se na I me pas një rreth për Spitali Rajonal I Lezhës dhe qendra kombëtare e urgjencës mjekësore kanë shtuar burimet njerëzore në shërbim 24/7 ditë javës për gjithë qytetarët, gjithë turistët që kanë nevojë për ndihmë dhe trajtim mjekësor. Numri 127 është I hapur 24/7. Në qendrën shëndetësore të Verore të Shëngjinit te vit kemi risi dhe motoambulancën që na ndihmon në lehtësimin e rasteve, sidomos në rrugën e Ranës Hedhur, ku shpesh herë autoambulanca është bërë pengesë nga trafiku I rënduar duke u vënuar në për misionet që ne kryejmë dhe ekipi I parë që është caktuar me motoambulancën na jep shpejtësinë e duhur për t'i dhënë ndihmën e parë për t'i shpëtuar jetën kujdo që ka nevojë për ndihmën tonë që na thret për ndihmë mjekësore kundrejt numrit 127. Motoambulanca ka ekipin e trajnuar që do e përdorin mjek dhe infermier. Motoambulanca ka gjitha mjetet e nevojshme që kryen për ndihmë mjekësore, duke filluar që nga defibrilatori, çanta e emergjencës, bombla e oksigjenit, pra deri në mbërritjen e ekipit dytë që është autoambulanca, që është pas motorit, ne I kemi shpëtuar jetën shumë qytetarëve që janë rrezik mbytje, aksidente dhe jo vetëm.